Të nderuar qytetarët, unë si kryetari i Bashkisë Lokale Vuksanlekëve kam obligim moral që të drejtohem me disa fjali që të shprehi mosnësitë tona në lidhje me problemin më themelor që e ka Bashkia Lokale e Vuksanlekëve. Dhe kam fjalën për tokën e vllaznisë tonë që me ligj komunist dhe revolucionare e kanë konfiskuar dhe e kanë marrë pa pajtimin e pronarëve. Duhet të theki që tokën tonë e kanë marrë vetëm formalisht, se na takon kemi pas posesimin e saj dhe faktikisht ka kënë prona e vllaznisë. Po ashtu duhet të them atyre që nëpërmes Çedo Popovićit mundohen të na marrë tokën, të na ndanë në plase dhe me shit si pronë ndërtimore. Që kur s'kan me hyrë në të sepse prona është e jona e drejt e pa tjetërsueshme. Duhet të shtoj disa pyetje. Nga mund të fitojnë Popovići ose dikush tjetër pronësin në zemër të hotit dhe të malësisë, mos ja kalon baba apo gjyshi. Të gjithë e dim se sistemi një partijak na e muar në mënyrë formale pronat tona. E tani nëpërmes sistemit që quhen vetën demokratik mundohet që edhe një herë të na i marrin. Na të drejtën tonë jemi duke kërkuar në përgjykata kompetente dhe nuk do të ndalemi deri në Strasburg. Dhe gjatë asaj kohe ta kenë të qartë të gjithë që mos tejtojnë të hyjnë në proborret dhe pronat tona se nuk do ta lejojmë. Me shekuj ajo tokë është e jona dhe ashtu do të mbesë. Duam komunën, duam pronat tona, duam të drejtat tona elementare njerëzore. Rrosi të gjithë. Faleminderit. Falenderoj kryetarin e Bashkisë Lokale, zotin Camaj. Tani e jap fjalën deputetit të shqiptarëve, zotit Gens Nimanbegu. Ju falemderit. Të nderuar malësorë dhe malësor, spari dua t'i falemderoj organizatorit që më dha mundësinë që drejtohem juve këtu. Unë jam i sigurt për ta problemet të cilat seken këtu sot, shumë nga jush ka mundësi të flas dhe ndoshta ka pas vendin këtu të flas. Por ardha ime këtu është mesazh që ne, forca nga Ulqini, përkrahim të gjithë kërkesat demokratike dhe nuk jemi të dakorduar me gjendjen me të cilën gjendemi sot. Ne shumë herë e kemi ndih padrejtësinë, e njohni edhe ju mirë padrejtësinë që na bëhet për mira detare, për kthimin e pronave, të shtojit, të Valdanosit, por mesazhi im juve sot nuk është problem numri, a është i vogël është i madh. Unë këtu nuk kam ardhur të jap për krahje asnjërës fuqi politike, por të jap për krahje të gjithë qytetarëve të malësisë që kërkesat e jura t'i bëni së bashku. Ne do jemi me ju dhe vetëm në atë mënyrë të bashkuar mund t'i japim zgjidhje demokratike të problemeve të cilat i kemi të shumta. Ju falenderoj shumë. Tani ftoj ta marrin fjalën edhe njeriu i cili është ideatori kryesor i kësaj proteste, personi me të cilin duhet të krenohet krejt malësia, personi i cili u vetë angazhua me i dalë zot çështjes kombëtare edhe pronës së rrezikur në Vuksanlekajt Hotit. Pra është fjala për profesor doktor Angel Gojçaj. Rastin të zgjidhve tu përshëndes, thënë të drejtën nuk jam përgatit për me folë diçka kështu specifike, por thjesht kam da me thënë disa fjalë të drejtojmë këtij tubimit duke shprehur mosnësitë tona për problemet të cilat i ballafaqojnë gjithë qytetarët e malësisë, por edhe me xher. Duhet të jemi të gjithë të sigurt në një gjë, domethënë edhe krejtësisht edhe pushteti i Malazias duhet ta dinë një gjë që nëse nuk
përmbushën standardet demokratike dhe nuk respektohen të drejtat elementare njerëzore sipas kushtetutës, drejtës ndërkombëtare dhe drejtës europiane, duhet ta dinë ata që nuk do të kenë as integrime euroatlantike. Andaj unë besoj që në vazhdimsinë e integrime europiane edhe pushteti Malizi dhe Malizi do të jenë i detyruar që të respektojnë të gjitha këto të drejta, veçanërisht siç është e drejta në vetë qeverisë lokale, që është një drejtë elementare dhe themelore bazike e njeriut. Po ashtu duhet të ceki një problem të qytetarëve të Malësisë që ka të bëjnë me pronën. Prona është e shejtë dhe e tjetërsueshme. Gjithë e dim se pronat në vitet e 50-tat të shekullit të kaluar janë tjetërsuar, janë marrur, janë nacionalizuar dhe ato prona vazhdojnë sot e kësaj ditë të jenë të uzurpuara. Andaj, unë e besoj se është një hap demokratik që këto prona të kthehen dhe mos na detyrojnë se përmes gjykatave të kërkojmë të drejtën e tonë pronësisë, të cilën e kemi pasur dhe qytetarët e kanë gëzuar. Por sidoqoftë ne do të përdorim edhe institucionet e sistemit dhe përmes institucioneve të sistemit do t'i kërkojmë të drejtat e tona. Çka i përket këtij tubimit, mund të them se ky është një numër i konsiderueshëm i qytetarëve të lirë të cilët kanë gjetë kohën dhe momentin të tubojnë dhe të tregojnë pak nësitë e tyre. Unë mendoj dhe shpresoj që në të ardhmen në këto tubime do të kemi një numër edhe më të madh të qytetarëve, sepse çdo fillim është, si të themi, zysa e punës. Filluaja kemi dhe duhet të qëndrojmë besnik këtyre protestave dhe këtyre kërkesave tona derisa që mos të realizohen të drejtat tona elementare njerëzore, siç thash, prona, komuna dhe problemet tjera mos t'i ceki të gjitha. Andaj uroj që ne paqë edhe ta përfundojmë këtë protest dhe arritin sa më të shpejt të kërkesave tona, duke parë edhe një praktik e cila ka qenë sot deri më sot në Podgoricë, të gjithë qytetarët, dhe krejt ata të cilët kanë qenë të pakënaqur përmes protestave i kanë arritur dhe drejtat e tyre, kështu që unë mendoj që kjo është një rrugë alternative e mirë që ne edhe t'i arrisim drejtat tona. Ju përshëndes, Rnoshi Sa Malet e Malësisë. Tani fjalën ja japim profesor Vasel Camaj, i cili është përkras dhe nims organizator në këtë protest që po organizon Forumi Demokratik për Integrim. Sa u tjerë shplak të e Sukrucit. Të nderuar qytetar, zonja dhe zotrinj. Unë nuk e kam ndërmend me folë për të drejtat e shqiptarëve, cilat janë ato që nuk i kanë të realizuame, për arsye se nuk e shoh nevojshme pas doktorit, njeriu më të aftë që ka Malësia, do të thotë drejtori i drejtës ndërkombëtare, pa mërmenja se ai e ka bën shpjegimin edhe këtu sot, e ka bën shpjegimin edhe më përpara, kudo që ka dalë në media, por unë do t'ju them që ju sot që keni ardhur këtu, ini ajo drita e Malësisë, e cila po shëndrit me guximin më të madh, sepse shumë kanë menduar se Malësisë janë ndaluar e drejta të protestoj, e drejta që ta përdor fjalën e lirë për të kërkuar të drejtat e veta. Forumi Demokratik i Shqiptarëve në Maltëzi është një organizatë e re, e cila është themeluar dhe e cila e ka kuptuar se të drejtat e shqiptarëve nuk u realizuan për 20 vitet e demokracisë, sa ashtu quajtur demokracia malazeze, kërkesat të cilat janë bërë në formën e kërkesave institucionale gjithherë janë injoruar nga pushteti Malazias. Na kem pa përfaqësues politik në parlamentin e Malizi, të cilët parlamentit Malizi kanë shërbyer vetëm si dekor, se veshët e malazezëve kanë qenë të mbyllur kur kanë qenë kërkesat për të drejtat e shqiptarëve. Sot jem të bua në një numër për mua i kënaqshëm, sepse qëllimi as nuk ka qenë që protesta e parë të organizohet në mënyrë masovike, do të thotë një numër i madh. Qëllimi ka qenë që ky protest dhe të tregoj, të sinjalizoj
Podgoricën edhe faktorin ndërkombëtar se shqiptarët në asnjë mënyrë, asnjëherë nuk do ta mshelin gojen dhe nuk do të pranojnë diskriminimin i cili u është bërë me shekuj edhe i cili vazhdon të bëhet edhe në ditët e sodit kur Mali i Zi pretendon të bëhet pjesë e Bashkisë Evropiane. Pra, unë garantoj se kjo nuk do t'jetë protesta e fundit nëse nuk realizohen të drejtat dhe kërkesat legjitime, kërkesa të cilat i kanë të gjithë popujt e civilizuar në Evropë. Shqiptarët në Malë të Zi nuk kërkojnë as ma shumë, as ma pak se aq sa është e parapa me konventa ndërkombëtare. Shqiptarët e Malë të Zi nuk kërkojnë drejtat historike që do të takonin, por si popull i civilizuar ata kërkojnë ato drejta që u takojnë pra me marrëveshje ndërkombëtare. Të nderuar vllazën e motra, unë kisha mi u falenderua për pjesëmarrjen, mi u urua urime për shumë mot priçi e luçi këto festa vitin e ri që po vjen, kaloshi mirë edhe inshallah gjithë së bashku do t'i realizojmë ato drejtat të cilat na takojnë. Me të mira. Në shprehje e thot, amëlsina gjithmonë lahet për në fund. Edhe ne sot e kemi lanë amëlsimin për në fund, ftoj ta marrin fjalën njeriu i cili është më i dashur dhe më i respektuar nga gjithë ne, për këtë arsye është edhe kryetar, pra fjalën e ka kryetari i Forumit Demokratik për Integrim, zoti Anton Lulgjuraj. Të nderuar zonja e zotrin, qytetarë dhe qytetaret Malësisë, nxënës dhe studentë të dashur. Sot jemi të buar në këtë vend për të protestuar në mënyrë pasore për padrejtësitë që bëhen në dëm të qytetarëve të kësaj treve. Zhvillimet e fundit në Malë të Zi na detyruan se të dalim në protest, me qenë se në çdo mënyrë tjetër demokratike dhe ligjore kishte dështuar përpjekja për arritjen e të drejtave elementare njerëzore, siç janë e drejta në vetëseverisje lokale, e drejta në paraqitjen e simboleve kombëtare, e drejta në punësim, mosmundësimi i teksteve mësimore për përdorim në gjuhën shqipe, mohimi të drejtës për shanset barabarta, moslejimi i shfrytëzimit në mënyrë të plotë të resurseve të ndryshme në treven e Malësisë, plaçkitja e pronës, e tjerë. Asnjëherë nuk duhet të frigoheni për të kërkuar të drejtat që na takojnë, dhe për këtë arsye ju falenderoj se keni guxim se të dilni të protestoni për të arritur atë çfarë ky shtet e ka për detyrim se të na jap. 20 vjet në parlamentin e Malit Zi janë bërë kërkesa të ndryshme nga deputet shqiptar, të cilët kanë kërkuar realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Malë Zi, por të cilat janë injoruar në mënyrë absolute nga ky pushtet. Në shenjë proteste, Forumi Demokratik për Integrim rekomandon dorëheqjen e gjithë deputetëve shqiptar nga parlamenti i Malit Zi. Deri në realizimin e të drejtave tona elementare njerëzore që mbrohen si nga kushtetuta e Malit Zi, ashtu edhe nga konventat ndërkombëtare. Ne nuk kërkojmë asgjë që është e paligjshme. Të drejtat themelore të njeriut përbëjnë gurthemelin e çdo shteti demokratik. Mos respektimi i tyre dëshmon tiraninë shtetërore. Ne nuk do të lejojmë se shqiptarët në Malë të Zi të përdoren si sklavë. Komuna urbane e Tuzit është dëshmi e zgjallë e ignorancës, mosmirnjohjes, keqtrajtimit, poshtrimit që bën politika e partisë në pushtet kundër shqiptarëve në këtë trevë.
Ndryshimi demografik që ka ndodhur në këtë 3 dekadën e fundit tregon planin shtetëror që del nga kabinetet sekrete për asimilimin e Malësisë dhe shqiptarëve në Malëzi. Këta harruan se me votat tona ndërtuan shtetin. Ky shtet është i zgjidhur qytetarëve që ndodhen në Maltezi, qofshin këta malazez, serb, shqiptar, kroat, bosnjak, rom e tjerë, dhe në asnjë mënyrë shtet unik me kombësi malazeze, pa ju qasur aspektit historik. Ligji i 2 nëntorit të këtij viti për organizimin territorial në Maltezi, që Malësinë e Madhe e parashef pa komunë, të cilin parlamenti i Malit Zi e miratoi, tregon urrejtjen se politika malazeze ka ndaj shqiptarëve, e cila në asnjë mënyrë nuk mund të arsyetohet. Projekt ligji për përdorimin e simboleve kombëtare ndalon rreptësisht dhe në mënyrë kategorike flamurin shqiptar. Unë dua t'ju bëj një pyetje. Në cilin vend të Evropës pakicat nuk kanë të drejtë të identifikohen me simbolet e tyre kombëtare? Flamuri është gjëja më e shenjtë që një popull mund të ketë. Populli i cili nuk ka identitet rrezikon zhdukjen pa lënë xhurmë. Plaçkitja e tokave ka filluar se para 100 vjetëve, por dekadën e fundit elementi asimilimit i përdorur nga kabinetet sekrete malazeze ka bërë se populli të acarohet dhe të dalin me deklarata që tokën do e mbrojmë në çdo mënyrë që t'jetë e mundur. Tregon se gjërat janë më serioze se asnjëherë më parë. Juristët evropian e kuptuan rëndësinë e pronës dhe i dha një rëndësi të veçantë, duke shpallur pronën si të paprekshme, të pacënueshme dhe të drejtën për ta gëzuar çdo pronar në mënyrë të qetë. Kështu e sankcionon neni i parë i protokollit parë të Konventës Evropiane për drejtat e njeriut. Dua të ndalem vetëm tek viti 2006, pa përmendur premtimet që janë bërë përpara dhe pas këtij viti. Në atë vit, Malësisë ju premtua komuna e plot. Partitë politike dhe koalicioni i famshëm i asaj kohe që u përkrah nga pjesa më e madhe e qytetarëve duke arritur në pushtet, premtuan se për asnjë moment nuk do të ndalen në komunë urbane, por vetëm në komunë të plot të Malësisë. Premtimet nuk u mbajtën. Askush nuk la dërhesje në shenjë proteste, për t'i qëndruar besnik popullit vet, nga të cilët kishin marrë votën. Kurse pushteti malazez në vend të komunës së premtuar na dhuroi fluturimin e Shqiponjes, duke arrestuar dhe torturuar 18 shqiptar, të cilët i akuzoi për terrorizëm, pa asnjë lloj fakti. Përpara disa vitesh, nga ana e politikanëve shqiptar u projektua një referendum, me anë të cilit kërkohej arritja e vetëqeverisjes lokale, por se për fat të keq, nga disa individ të caktuar u holl poshtë. Sot pushteti aktual në këtë organ të kryeqytetit kem ngul se të mbahet referendumi për komunë. Por ne tani duhet t'i themi jo referendumit, për arsye se besoj Malësia ndryshim demografik të popullsisë. Ky është arsyetimi i parë. Nëse i hyjmë analizës nga aspekti juridik, referendumi është instituti të drejtës kushtetuese dhe i të drejtës ndërkombëtare, i cili përdoret për qëllime të caktuara siç janë ndarja ose bashkimi i shteteve, miratimi i ligjeve të veçanta ose i marrëveshje ndërkombëtare e tjerë. Por në asnjë mënyrë referendumi nuk mund të përdoret për zgjidhur fatin e pakicave kombëtare, e në mënyrë të veçantë nuk mund të përdoret për zgjedhur fatin e popullit autokton shqiptar në Malëzi. Forumi Demokratik për Integrim
nuk e mbështet referendumin në asnjë mënyrë. Forumi e kundërshton mbajtjen e referendumit për komunë sepse jemi të vetëdijshëm për rrezikun se sjell ai referendum. Asnjë komunë në Maltezi nuk është themeluar me referendum. Atëherë shtrohet pyetja, pse duhet se Malësia e Madhe të shprehet me anë të referendumit për vetëseverisi lokale? Kjo është e patolerueshme dhe duhet në mënyrë absolute të kundërshtohet. Pastaj mbajtja e referendumit për komunë të Malësisë është në kundërshtim të plot me drejtën ndërkombëtare. Në fund të fundit, Malësia është deklaruar në shumicë në vitin 2006 për komunë të plot dhe nuk ka nevojë të mbahet referendum. Për shkak të këtyre padrejtësive që po bëhen nga ky organ i kryeqytetit, se e quajnë komunë urbane, por që nuk ka asnjë kompetencë për zhvilluar resurset ekonomike, mirëqenien sociale, sigurinë shoqërore. Forumi Demokratik për Integrim kërkon me këmbgulje. Dorëheqjen e gjithë këshilltarëve dhe punonësve të komunës urbane të Tuzit, të cilët mbështesin vetëm komunën e plot dhe asgjë tjetër. Quarjen e vendit në zgjedhjet parakohshme, ku qytetarët mund të vendosin për fatin e vet dhe në asnjë mënyrë të imponohen zërat që kanë për qëllim zhdukjen e Malësisë së Madhe, me qëllim se të mbetet vetëm në letër të historisë. Kërkojmë me këmbgulje daljen e përhershme nga komuna urbane e Tuzit dhe formimin e komunës Malësia e Madhe. Kthimin e pronave për qytetarët e Malësisë. Këtu mund të përmendi pronën në Vuksanlekaj, pronën Milesh, pronën Shqipshanik, Dheun e Zi e tjerë. Dërgimin e ligjit për organizimin territorial dhe për mbajtjen e simboleve kombëtare në gjykatën kushtetuese dhe shpalljen e pavlefshmërisë absolute për këto ligje, që as në sistemet e kaluara nuk ekzistonin, por ja që sot në një shtet ta quajmë demokratik, e i cili kërkon të integrohet në familjen e madhe të Bashkimit Evropian, miraton ligje shoveniste për të spastruar etnikisht në mënyrë jo të lundshme pakicat kombëtare në këtë shtet dhe popullin autokton shqiptar. Por ne jemi të vetëdijshëm se problemet nuk janë vetëm në këtë trevë se është e banuar kryesisht me shqiptarë, por edhe në vendet e tjera si Ulqini, Plave Agusia, Tivari, Rozhaja e tjerë. Në Ulqinë është problemi i pronave, kthimi i tokës Valdanosit, kthimi i të mirave detare, ndërsa në vendet e tjera që i përmenda me lart, jo vetëm se kanë mbetur të prapambetura, por pothuajse janë asimiluar plotësisht. Këtu mund të përmendi Rozhajën, Tivarin, Plavën e Gusin. Ne duam të ndihmojmë këtë shtet, por ne kërkojmë se të jemi si partner barabartë dhe asnjëherë si servil i pushtetit. Mali i Zi do të integrohet në Bashkimin Evropian vetëm atëherë kur t'i respektoj drejtat e popullit autokton shqiptar në Malëzi dhe gjithë qytetarëve të tjerë në Maltezi. Integrimi i Malit Zi në Bashkimin Evropian nënkupton respektimin dhe futjen në jetë të kapitullit 24, që është parakusht për integrim, e se lidhet me drejtat e njerëzit dhe të pakicave kombëtare, lidhur me përfaqësimin e pakicave në jetën publike dhe shtetërore, e kurse si me ligje diskriminuese, siç është rasti në përkëmbjes së dinitetit shqiptarëve, lidhur me ndalimin e flamurit. Gjuhën tonë të kërkesave e kupton Bashkimi Evropian. Prandaj, të ngrisim zërin për të rikujtuar shtetin e Malit Zi, se integrimi i tyre në dëm tonë nuk është i pranueshëm për Bashkimin Evropian, pjesës së cilës dëshirojmë të jemi. Sot, nga ky vend,
dua t'i drejtohem Bashkësisë Evropiane dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, të cilët janë të njoftuar për këtë protestë, duke u thënë: ne jemi antarët tuaj, ne jemi bijtë tuaj, na ndihmoni të riforcohemi me anën e shoqërisë tuaj që të ndajmë me ju të mirat e qytetërimit. Ne kemi vullnet të mirë, na mësoni, na vinin rrugë drejt, dhe do e shihni se po na hoqet edhe pengesat që kem në gryk, e se po na mbysin ekzistencën, do të përparojmë po as shpejt sa allët e tjerët, sepse kjo është gjua se flet rinia shqiptare. Faleminderit. Me kaq e mbyllim këtë protest, duke u falenderuar gjithëve për pjesëmarrëve, duke u dëshiruar të kaloni sa më mirë për festat e fundvitit dhe urojmë që viti që të vinë të jetë më me fat për realizimin e drejtave tona. Ju takofshim në protestat tjera.